Përse nuk flem njësoj gjatë gjithë vitit, sekreti ku qëndron? Shumë njerëz e mendojnë gjumin si një rutinë të pandryshueshme, por në realitet ai ndikohet fort nga ndryshimet sezonale. Ekspertët e lidhin këtë fenomen me ritmin cirkadian, një orë biologjike që rregullon ciklin e gjumit dhe zgjimit dhe që ndikohet kryesisht nga drita dhe temperatura. Në pranverë, ditët më të gjata dhe ndryshimi i orës mund ta çrregullojnë përkohësisht gjumin. Për më tepër, alergjitë sezonale mund të ndikojnë në cilësinë e pushimit gjatë natës. Gjatë verës, ekspozimi më i madh ndaj dritës dhe temperaturat e larta e mbajnë trupin zgjuar më gjatë. Kjo ndodh sepse vonohet prodhimi i melatonin, hormoni që ndihmon trupin të flejë, ndërsa nxehtësia bën më të vështirë një gjumë të rehatshëm. Në vjesht, errësira vjen më herët dhe trupi fillon të ndjejë më shumë përgjumje gjatë ditës, ndërsa ndryshimi i orës e sfidon sërish të ritmin e brendshëm. Dimri sjell më pak dritë natyrale, duke rritur prodhimin e melatoninës. Kjo bën që disa njerëz të kenë nevojë për më shumë gjumë, edhe pse jo, domosdoshmërisht cilësia e tij është më e mirë. Ekspertët këshillojnë të ruhet një orar i rregull gjumi, të krijohet një ambient i freskët dhe i errët për natën, si dhe të shmanget drita e fortë para gjumit. Në këtë mënyrë, trupi përshtatet më lehtë me ndryshimet e stinëve. Në fund, gjumi nuk është i njëjtë gjatë gjithë vitit. Ai është një pasqyrë drejt për drejt e lidhjes son me natyrën.